Aristidh Kola i kishte pritur me krahët hapur emigrantët e parë shqiptar në Greqi, edhe pse kjo nuk ishte hera e parë që ai binte në kontakt me shqiptarët e Shqipërisë. Ai e kishte shijuar praninë e tyre qysh në fillim të viteve 80 të shekullit të kaluar, pas lidhjeve që kishte vendosur me funksionarët e ambasadës son në Athinë. Ja si i kujton ish diplomati Irakli Koçollari takimet e para me Arvanitin e Madh. Kur mu prezantua Aristidh Kola, u befasova. Jam befasuar e para për moshën, e dyta për mirësjelljen dhe edukatën që kishte dhe mirësinë. Respektin padyshim pastaj ma ka rritur se si ndjehej ai kur përmendej fjala shqiptar dhe si ndjej ai kur përmendej fjala Arvanit ose kur përmendej gjua shqipe dhe gjaku shqiptar. Do me thënë është nga të rrallët që më ka emocionuar sinqerisht me atë ndjeshmëri që ai kishte dhe krenari që kishte për origjinën e tij të largët shqiptare. Ai shikonte të gjithë shqiptarët, i shikonte me një adhurim të jashtëzakonshëm. I dukeshin, domethënë, si simbol i vetes, si simbol i origjinës, si simbol i krenarisë së tij. Vinte shpesh në ambasadë, padyshim i ftuar në festat tona kombëtare dhe veçanërisht në festat kombëtare vishej me një sqim të veçantë, domethënë pak a shumë kombëtare, dhe ndjente një gëzim që rralle e përjetonte. Kishte raste që naftonte për të dalë për vizita në shatra Arvanita, se ke miqtë e tij, për një drekë ose për një darkë, dhe kënaqësia e tij të bisedonte me atë dialektin Arvanitas me ne, ai ishte një njeri shumë pozitiv. Dhe kërkonte me çdo kusht afrimin dhe miqësinë e dy vendeve. Na donte pavarësisht nga bindjet që kishin. Tërësisht. Dhe për të mjafton të ishte shqiptar, edhe kur kishte ndonjë tmet që ishte e lexueshme e meta, ai të donte. Kishte një zemër të çuditshme. U gëzua pa mas kur u bën vizitat e para të hapjes. Domethënë ai ndjej një tjetër njeri. Dhe është njeriu i cili organizoi disa ture turistike kur akoma nuk ishin hapur këmbimet njerëzore, me grupe turistike vetëm me Arvanit, të mbledhura nga teritoret e Eubes, nga teritoret e Atikës dhe të Thibës. Dhe disa grupe turistike me Arvanit vinin ta shikonin vendin e të parëve për t'i treguar që kjo është vendi ynë. I varfër, i pasur, i tillë siç është, por ky ka qenë dhe mbetet vendi jon i origjinës. Kurse ardhja e një numri të madh emigrantësh ekonomik pas vitit 1991 e detyron kryetarin e lidhjes së Arvanitëve të Greqisë, Aristidh Kolën, të marrë përsipër të luajë edhe rolin e protektorit për një numër të konsiderueshëm shqiptarësh të dëshpëruar, të cilët pikërisht tek Aristidh Kola do të gjenin streh dhe mbështetje si askund tjetër. Zyra e Aristidh Kolës në qendër të Athinës dhe sidomos gjatë viteve të para të emigrimit të shqiptarëve ka qenë vatra më e ngrohtë për dhjetra intelektuale apo artistë, të cilët kishin lënë adheun e tyre dhe kishin ardhur në Greqi ku punonin për një copë bukë, por nga ana tjetër përpiqeshin edhe të zhvillonin aftësitë e tyre kulturore apo artistike. Nuk ka qenë vetëm fjala e ngrohtë dhe inkurajuese e Aristidhit, por ai ka ndihmuar edhe faktikisht, i ka mbështetur qoftë për të hapur ekspozitat e tyre, qoftë për të realizuar shfaqje me recitime nga poezia e vetë emigrantëve, apo qoftë edhe duke i mbështetur për të botuar krijimtarinë e tyre. Unë e kam parë vetë me sy Aristidh Kolën se si strehonte, si ndihmonte, si çonte në zonat të tëra, jo vetëm shqiptar, por edhe familjet e tyre, pra jo vetëm individ. Mbante lidhje mjaft të ngushtë me mjaft intelektual që kësaj kohe mërguan nga Shqipëria dhe Kosova në Athinë dhe në vizite të tjera. Pastaj ai inkurajonte, inziste për të shkruar dhe për të pasqyruar jetën shqiptare në emigracion. Shpesh herë kisha parë që ai trokiste në gjykatën dhe në prokurorinë e Athinës për të kërkuar të drejtat dhe për të mbrojtur shqiptarët në Athinë. Ishte mjaft i pa lodhur, i pa përktuar. Më kujtohet që për të strehuar dy familje shkojnë në Livadhia dhe nga Livadhiaja shkojnë në Atik dhe për 3 ditë u kthye sa i sistemoi ato familje, të cilat ishin nga Saranda dhe nga
Kolonja dhe Berati. E kam takuar për herë të parë në vitin 1995. Atëherë unë kisha lënë atë dheun dhe vendosa të qëndroj në emigracion në vendin fëqin, në Greqi. Dhe në atë kohë, Aristidhi ishte njeriu më i afërt për emigrantët shqiptarë, të cilët herë pas here, sidomos të djerave mlidheshin në sheqen Omonia, por edhe rreth një gazete shumë të mirë, një gazetë në gjuhën shqipe, Gazeta Ignatia. Në atë kohë e drejtonte Koles Trebojini. Aristidi kishte edhe një cilësi tjetër, ai ndiqte këmba këmbës të gjitha aktivitetet që bënin, që organizonin shqiptarët nëpër Athinë apo Greqi. Të gjitha aktivitetet që organizonte ambasada shqiptare, të gjitha aktivitetet që organizon shoqatat nga më të ndryshmet, ai ishte njëri nga njerëzit e parë që ftohej që njeriu i nderit të darkës. Gjithmonë ati i jepej fjalaj dhe duhet fliste patjetër në gjitha aktivitetet tona, sepse ai ishte një pikë mbështetje, një pikë referuese për gjithë ne emigrantët që kishin pak vite në Greqi, edhe që me kuptimin e plot fjalës ai na hapi syt, na hapi dyert, mund të them. Unë kam pas shumë kohë një zyre që nuk paguaj as qira asgjë, domethënë kisha pas një pagesë që bënin përgatitjet tona, sidomos kur bën përgatitjet për një mbrëmjen e famshme poetike që la gjurmë. Këtu kam një shqipetare, që më ka treguar një mik në bibliotek. Këtu kemi një revistë që botojmë. Na nuk u botohet më. Kemi pre-botimi. Pre-botimi. Na e botojmë një të revistë të Harvanon. Këtu është zyrja e sekretarëve. Kjo janë sekretarët. Por Aristidh Kola nuk interesohet vetëm që emigrantët shqiptar të gjenin një stre dhe një punë. Ai nuk u interesua vetëm që ata të kishin edhe një farë mbrojtje ligjore, të cilën ai në çdo rast ua ofronte, pas një pagesë si avokat dhe njohuesi mirë i ligjeve të shtetit grek. Shqiptari i vjetër Aristidh Kola nisi të kujdesej edhe për imazhin publik të vëllezërve të një gjaku. Kishte një klimë mbytëse në raport me emigracionin shqiptar. Një klimë me të vërtet mbytëse sa që çdo natë në lajme nuk mungonte kurrë, mega channel se që kanë qenë to Sky e këto me radhë, nuk mungonte kurrë lajmi, u kap një shqiptar, u vra një shqiptar, vodhi një shqiptar, etj me radhë. Pikërisht ato e ndjenin veten pak të lodhur në këtë sens, sepse propaganda po sillte një shqiptar, pra nga e kishin vetë origjinën ata, të shpërftëruar. Dhe është natyrshme se si ne shqiptarë që ishim atje e ndjenim vetëm ngusht, intelektualit e kam fjalën, e ndjenim vetëm ngusht në këtë propagandë, jam i bindur që edhe veprimtarët Arvanitas e ndjenin vetëm ngusht kur e shihnin këtë. Që në atë moment që u takuam, sikur ngjiti diçka me i fjalë, ishte një njeri kaq i komunikueshëm, kaq i thjesht, sa e kisha menduar që takimi me Aristidh Kolën për mua do ishte një gjë e veçantë kështu. Jo, ai ishte fare. Si të takosh një mik të vjetër. Ndjente kënaqësi të madhe kur kishte pranë vetes shqiptar që ishin të brumit intelektual, që ishin profesional, që ishin njerëz të talentuar. Në revistën e tij ai kishte edhe një shkrim, e kam përkthyer pjesërisht në atë shkrim, thot ana tjetër e medaljes së emigracionit shqiptar. Pra, edhe kishte marrë të gjitha këto përpjekjet e intelektualëve shqiptar, emigrantë që ishin në Greqi, edhe nuk ishin të pak, ishin të shumët. Merrem mend që deri në orkestrën e ngjyrave të Haxhi Dhaqis, grupi më i talentuar brenda ishin të gjithë instrumentistë shqiptar, që kishin punuar në radio, kishin punuar. Kështu që ai mori bëri një rezume të gjithë tyre, tha që nuk janë shqiptarët vetëm ato që ju jepni në përlajme. Hidhni vështrimin diku tjetër. Është ky, edhe i përmendë me emra. Shqiptarët që e njohën dëshmojnë se me kalimin e viteve,
Aristidh Kola nisi të ideonte dhe të merrte përsipër të zgjidhte disa çështje teje të vështira, për të cilat duhet dhe mund të përkujdesej vetëm shteti shqiptar i kohës. Ishte një periudhë kohore kur Aristidh Kola do të shfaqej si babai i të gjithë emigrantëve ekonomik shqiptar në Greqi. Si thua, drejtani thoshte, këta emigrantët që kanë ardhur tashi, fëmijët e tyre që kanë ardhur tashi, a thua vallë do ta ruajnë gjuhën shqipe. Kishte një farë shqetësimit. Edhe unë gjithmonë përgjigja nuk të përgjigjem dot Aristidh, sepse ai e kishte vënë re, siç e kishim vënë re edhe në të tjerët që vinim nga Shqipëria, natyrisht, që ishte fatkesia më e madhe, edhe është fatkesia më e madhe që mund t'u ndodh shqiptarëve në Greqi sot, emigrantëve që ikën si emigrant para 25-26 vjetësh, 27 vjetësh ndoshta. Edhe fëmijët e tyre që në vitet e para, që me hapjen me belbëzimet e para, filluan të flisnin më shumë greqisht se shqip. Për herë të parë në vitin 1996, në Athinë hapet edhe klasa e parë e gjuhës shqipe për emigrantët shqiptarë, për fëmijët emigrantët shqiptarë. Ishte vetëm këmbgulja e Aristidhit, që nëpërmjet kryqit kuq grek dhe zviceran, bëri të mundur pra hapjen e asaj klase ku mbrodhen disa nga zogjet emigrantë shqiptarë. Dhe ne menduam që në vendin fshi mundet pra që fjala e lirë, gjuha shqipe të mund të vazhdonte një lloj si dikur në klasat e fshatrave dhe qyteteve të Shqipërisë. Që bëri çmos pra që përveç se revistave që botohej në gjuhën shqipe, edhe greke njëkohësisht, për arvanitasit, u përpoq pra që të hapi emisionet veçanta të gjuhës shqipe në radio greke, gjë që mendoj se e arriti. Përderisa deri në vitin 2000 ne kishim një emision të gjuhës shqipe që transmetohej në një nga kanalet të frekuencat e Bashkisë së Athinës. Aristidh Kola e ka vizituar Shqipërinë për herë të fundit gjatë vitit të mbrapsht 1997. Dihet se ai është pritur dhe ka marrë pjesë në një aktivitet të organizuar nga Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve. Dihet se ai është pritur dhe ka marrë pjesë në një aktivitet të organizuar nga Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve. Ajo që nuk dihet është se sa i rënduar mendërisht mund të jetë larguar nga një vend në anarki, një vend dhe një popull që në këtë periudhë po tregohej me gisht si delja e zezë e Europës. Gjithsesi, lufta e Kosovës e gjen Aristidh Kolën të gatshëm për të mbrojtur këtë radhë çështjen kombëtare të shqiptarëve. Pas ngjarjeve të dhimbshme në Kroaci dhe Bosnjë, qysh në vitin 1995, duke parë influencën e madhe të Serbisë në Greqi, lidhjet e forta, por edhe përpunimin e opinionit publik grek përmes propagandës, duke e rreshtuar në krah të veprimeve të serbëve, Aristidh Kola kishte arritur të përgatiste dhe publikonte edhe një libër të titulluar Greqia në kurthin e serbëve të Miloševićit. Ishte një libër që synonte t'u hapte sytë bashkëqytetarëve të tij grek në konceptimin e veprimeve agresive të regjimit politik serb, të pushtuar nga sëmundja e pashërueshme e nacionalizmit ekstrem. Një libër i cili stigmatizonte qëndrimet pro-serbe të qeverive dhe të shoqërisë greke në atë kohë, duke theksuar se grekët me serbët nuk kanë absolutisht asnjë gjë të përbashkët, madje serbët vazhdimisht kanë dashur që Greqinë ta kollaborojnë, dhe nga ana tjetër theksonte edhe një herë lidhjet e ngushta që ekzistonin ndërmjet grekëve dhe shqiptarëve, duke nënvizuar se të vetmit aleat real të grekëve në Ballkan duhet të ishin shqiptarët. Ajo që e acaronte atë më shumë ishte më vonë, ku filloi edhe lufta në Kosovë, ishte qëndrimi i grekërve, i një pjesë të grekërve, edhe intelektual të saj, ndoshta edhe gazetar, edhe historian, që i quanin shqiptarët e Kosovës, kosovarët, pra i quanin minoritet. Ai nxehej shumë me këtë, acarohej jashtë mase. Ai nuk e pranonte kurrë këtë fakt, domethënë ai thoshte se kosovarët janë autokton, aty kanë qenë, edhe
përpara serbëve. E kanë thirrur disa herë në emisione televizive. Në ata emisione televizive kishte një shpërthim të madh kundërtit. Por ai me qetësi të jashtëzakonshme, po me një pathos të madh, e mbrojti kauzën e Kosovës aty ku nuk kishin fuqi, as në Shqipëri nuk mbrojoi siç mbrojoi nga Aristid Kolla. Είχαν μια σαφή κατεύθυνση. Δηλαδή, μια φιλοσερβική πολιτική, μια αντικοσοβαρική πολιτική και βλέπω στο δελτίο ειδήσεων ένα χέρι, ένα τζάμι, απάνω ηρωίνη και με ένα ξηραφάκι γράφει Ουτσεκά. Ναι. Δηλαδή, προσπαθεί, δηλαδή είναι ένα κακόγουστο και πολύ φθηνό προπαγανδιστικό μέσο. Είναι ψέματα ότι οι Ουτσεκάδες κάνουν τέτοιες δουλειές? Δεν είναι ψέματα. Μπορεί 10 Κωσοβάροι να ασχολούνται με τα ναρκωτικά. Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε όμως έναν λαό ολόκληρο. Κύριε Μαυρουδή, είστε καλλιτέχνης. Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε έναν λαό με 10 άτομα. Διότι θα σας υπενθυμίσω. Ούτε τον Ουτσεκά με ένα λαό όμως μπορούμε να ταυτίσουμε. Θα σας υπενθυμίσω το στίχο του Βάρναλη, που είστε και αριστεροί. Δείχνετε για να λογιούνται ίσα η λευτεριά και τα χασίσα. Μάχονται για λευτεριά, κύριε. Και όχι για χασίσα. Pra, edhe pse fare I vetëm, edhe pse I ka të gjithë kundër, edhe pse gjendej mes një terreni ultranacionalist dhe pro-serb, Aristid Kolla arrin të shpalos gjithë vlerat e formimit të tij në studio televizive të kanaleve dhe emisioneve më të njohura të Greqisë. Madje paraqitet aq briljant, sa që bashkëbiseduesit apo ata që I kundërvijnë, duket se ndihen keq dhe në pozita të vështira. Κύριε Τρενταφυλόπουλε, ένα προσωπικό εδώ μέσα, γιατί δεν έχουμε δύο εμπολέμους. Πώς Θεού. Όχι προσωπικά τώρα. Όχι, δεν έχουμε εμπολέμους στο ΝΑΤΟ και τη Σερβία. Εδώ μέσα ένας πλανητοχωροφύλακας πλακώνει ένα βαλκανοεγκληματία και εμείς έχουμε πέσει με αυτούς τους δύο και ξεχνάμε το θύμα, προς Θεού δηλαδή. Υπάρχει ένα θύμα εδώ μέσα. Ένα από την ερώτηση του δώσατε. Opinioni I përpunuar keq flisnin kundër shqiptarëve të Kosovës, kundër UÇK-s, ky e mbronte. Ishte një luftë titanike e tij. Unë mendoj që vetëm ky kapitull e meritonte që Aristid Kolla të vendosin me vërtet në pjedestalin e herojve shqiptar. Ai nuk është një hero që I mori pushkën e shkoi luftoi, por heroizmi shfaqet jo vetëm atje ku luftohet. Kishin arrit deri atje sa që kur Aristid Kolla jepte një intervistë në Sky, edhe ku ishte Eliana Kaleni, një gazetare ultra e egër. Në përmuret e Greqisë shkruanin njerëz të futur nga nacionalistët, shkruanin Aristid Kolla të varet litar. Po për kë personalitet në botë ka ndodhur që në rrugët e një qyteti siç është Athina, me aq milion banor, të shkruhet Aristid Kolla të varet litar. Pra kjo tregon një urrëtie të madhe. Askush nuk di të thotë se si I përjetonte Aristid Kolla këto sulme që e akuzonin herë si armik të Greqisë, e herë si agent të CIA-s edhe të shqiptarëve. Sipas miqve të tij, në pamje të parë dukej I qetë, ndërsa në një letër dërguar një miku të tij Arvanit, paraqitet sa sfidues aq edhe largpamës. Shumë miq më telefonuan për të shprehur indinjatën për baltën që hodhi mbi mua zonja Liana Kaneli gjatë emisionit televiziv në Sky më 5 maj 1999 dhe më pyetën përse përballova me qetësi kur duhej të kundërsulmoja. Miqtë e mi, mos u mërzisni dhe mos u hidhëroni për këtë, sepse e drejta del, vjen kur t'i vi ora. E kam dashur dhe dua vendin tim, por dashuria ime nuk është me fjalë, por me veprat e mia, të cilat do të kujtohen kur balta e zonjës Kaneli të kaloj në harresën e shekullit. You must be ashamed for all your lies. Okay, anikste χώρο τώρα, anikste χώρο. Në fakt, Aristid Kolla nuk e kishte për herë të parë që vihej në shenjestër dhe kërcënohej nga ultranacionalistët grek. Ishte ndodhur edhe vite më parë, menjëherë pas publikimit të librit të tij më të njohur, Arvanitët dhe prejardhja e grekëve, ku paraqiste grekët dhe shqiptarët si popujt më të lashtë të Europës, me shumë virtyte dhe zakone të përbashkëta, të cilat sipas tij duhet të shërbenin për afrim dhe jo për armiqësi.
Do të më lejoni të them dhe do ta bëj evidente edhe një fakt që të gjithë këtë punë dhe përpjekje vërtet heroike të Aristidi e ka kaluar nëpërmjet një kalvari të jashtëzakonshëm trysnish, kërcënimesh. Do të thosha gjëra të cilat edhe i kam përjetuar aty me Aristidin, edhe që mi ka treguar Aristidi. Aristidi kishte ne të tëra nga njerë që nuk e linin të flinte. I binte telefoni në mënyrë periodike dhe i bënin kërcënime nga rrethet dhe qaqet ekstremiste, shoviniste dhe nacionaliste. E kërcënonin për të mbyllur gojën dhe për të mos folur për këto të vërteta. Ai ka qenë njeri që thoshte vetëm të vërtetat historike. Se do të jetë shumë më dinjitoze kur del dikush dhe të thotë që kjo nuk qëndron. Ti ke këtë mendim, por unë kam edhe këtë vlerë, kam edhe këtë dokument, kam edhe këtë kundërshti që e mbështes këtu dhe aty. E kundërta ndodhte. Aristidit natë dhe dini i bënin vetëm telefonata kërcënuese që të mbyllte gojën. Dhe padyshim ky njeri vazhdoi të qëndronte nga njëre dhe i vetëm këtyre kërcënimeve, në situata ndoshta dhe më të rënda nga ato që unë përmend. Derisa fatkeqësisht fundi i tij ishte tragjik, ai vdiq në një moshë që nuk duhet di atëherë kur kishte kulmin e krijimtarisë dhe të prodhimtarisë së tij për jo vetëm në fushën e historisë në tërësi, por edhe në çështjen arvanitase në veçanti. Por në gjithë këtë zhurmënaj, duket pakush kuptoi se qëllimet e Aristid Kolës ishin edhe të pastra, edhe të mirë argumentuara. Ai e pranonte se ishte grek, e respektonte dhe e donte Greqinë, por ishte një grek që përpiqej me të gjitha forcat për afrimin e këtij shteti me shqiptarët dhe Shqipërinë. Më kujtojnë editorialet e Aristidit në revistën Besa, të cilat gjithmonë synonin që të kontribuon të komuniteti Arvanitas në uljen e tensioneve midis Athinës dhe Tiranës, duke theksuar vazhdimisht se të dy popujt kanë më shumë gjëra që i bashkojnë se sa gjëra që i ndajnë. Duke qenë që ajo është një popullsi prej shekush atje, dhe që nëse do të mund të thoja drejt dhe sakt, është bërë pjesë ati vëndi, pjesë e asaj, por padyshim krenar për identitetin e tyre të hershëm, për të veçantat e tyre që kanë. Ata jo është një pjesë popullsia ashtu sikurse që nuk do konflikte midis ati vëndi ku ata jetojnë dhe vendit të tyre të origjinës. Në këtë kuptim, në këtë imazh dhe mesazh, ai ishte për marrëdhënie miqësore midis. Nuk ka arsye, por të vërtetat historike, thoshte duhen thënë si të vërteta histori. Na pëlqejnë apo u pëlqejnë apo nuk pëlqejnë. Historia është histori, origjina është origjinë, të vërtetat historike janë këto dhe ato duhen thënë. Por padyshim, thoshte, ideja është që nuk kishte arsye përse të mos kishte marrëdhënie të mira midis dy popull, duke i thënë të gjitha gjërat siç janë. E ka thënë i vllai Aristidit, është si shtamb është piktor. Ai thotë, kushtot të vërtetën kryqëzohet. Edhe me Aristid Kolën ndodhi ajo thënie që është në Bibël, që kushtot të vërtetën kryqëzohet. E vërteta historike duam nuk duam, në Greqi a në Shqipëri. Aristid Kola është kryqëzuar për të vërtetat që ka thënë. Tani, kur të vërtetat e Aristid Kolës janë se Greqinë e themeluan shqiptarët. Kjo nuk do thot që ne e mohojmë ekzistencën e Greqisë. Në mënyrë absolute, por ne tregojmë se ajo bërtham e fuqishme për shkak të karakterit, temperamentit, të forcës, se dije që shqiptarët e histori kanë disa tipare të caktuara që i kanë thënë francezët, i kanë thënë anglezët, i kanë konstatuar gjermanët dhe kushdo popull të tjerë ose intelektual që kanë kaluar. Populli shqiptar është një popull luftarak si natyrë. Shekuj kanë kaluar, por nuk mund të dallosh për shkak të temperamentit një arvanitas me një shqiptar. Nuk flas për gjuhën, gjuha mësohet, gjuha harrohet, po karakteri është ai që mbetet tek njeriu. Faktet thonë se edhe vitet e fundit të jetës, Aristid Kola i mbeti besnik bindjeve të tij. Ai ishte lidhur ndërkohë, jo vetëm me elitën e migrantëve shqiptar të Greqisë, por edhe me disa nga studiuesit më të mirë me origjinë nga arbëreshët e Italisë.
siç ishin Pater Antonio Belushi dhe kleriku tjetër arbëresh Donato Olivero, sot peshkopi i dioqezës së Kishës Katolike Italo-Shqiptaro-Greke në Kalabri. Aristide Kola donte të krijonte një forum mbar shqiptar, një forum kulturor mbar shqiptar, i cili nga njëra anë të revokonte, të nxirrte në dritë traditat e shuara të shqiptarëve dhe të arbreshve në Greqi dhe në Itali, dhe nga ana tjetër të përdorte evidentimin e këtyre traditave për të vendosur një bashkëpunim të ngushtë ndërmjet gjithë komuniteteve shqiptare në rajon, me qëllim që këto pastaj të influenconin në qeveritë përkatëse për të krijuar raporte sa më të mira, krijimin pra le ta quajmë në mënyrë eufemike të një lloj federate apo konfederate, ku rolin e parë sigurisht do ta kishin shqiptarët. Aristide Kola u sëmur dhe zuri shtratin në kulmin e forcës së tij organizative dhe krijuese. Ishte një sëmundje e papritur dhe e shpejtë, që u kishte dhëmbur shumë, të paktën miqve të tij të shumt shqiptar. Janë të shumt ata që dëshmojnë se edhe në ditët e fundit të jetës, ai vazhdoi të punonte për shqiptarët sikur të mos mbartte në trup një sëmundje nga ato që nuk shërohen kurrë. Takimi fundit me Aristide ka qenë një nga sheshet e vogla të Athinës, në vitin 2000 mos gaboj. Në atë kohë ai po bënte përpjekje të mëdha në mënyrë që emigrantët shqiptarë të mund t'i kryenin rritet fetare, lutjet pra t'i kryen në një kishë të Athinës, por në gjuhën shqipe, jo në gjuhën greke. Aty kujtoj që jemi mbledhur domethënë në një të diel, me diell pranvere. Dhe ai shumë i entuziazmuar na komunikoi pra që së shpejti falë këmbguljes tij për edhe të miqve të tjerë Vanitës, emigrantët shqiptarë në Athinë do të marrin lutje në gjuhën shqipe. Më vonë pastaj ka qenë shumë e dhimbshme kur ne mësuam që Aristidi brenda një kohë shumë shkurtër, brenda 6 muajve ndroi jetë. Me 24 maj të vitit 2000 u bë prezantimi i librit Pater Belushi, Antonio Belushi, Magjia e traditës popullore. 2 ditë përpara, me 22 nëse gabohem, Aristide u shtrua urgjentisht në spitalin e Evangelizmos në Athinë dhe Pater Belushi ka ardhur atë ditë, domethënë një ditë një natë përpara erdhi në Athinë për prezantimin e librit. Edhe i ngeli shumë merak Aristide dhe më thotë dritan, të lutem shko ndiqe si gjithmonë edhe më thuaj çfarë bëhet andej. Libri u prezantua. U bë një prezantim shumë serioz me folësit dhe me miq që merrin pjesë aty. Por ati i ngeli shumë merak që s'mori pjesë në atë prezantim dhe kështu që gjithë pas takimit u bëm një grup miq që dhe shkuam edhe përsëri bashkë. Ai ndej një disa ditë aty në spital, u bën analizat, nuk e harroj kurrë sepse Aristide ato ditë nuk kishte as dhomë për të. E kishin lënë në një korridor, në një krevat në korridor. Edhe aty kalonte ato momentet e tia. Po se që kishte një parandjenjë që ai me të vërtetë domethënë ai nuk do shkonte gjatë, nuk do jetonte gjatë. Ishte shumë e dhimbshme. Aristide Kola vdiq më 1 tetor të vitit 2000, në moshën 56 vjeçare. Veç miqve të tij arvanit, por në shtëpinë e fundit të përcollën edhe një numër i konsiderueshëm emigrantësh shqiptar, një pjesë edhe nga ata që nuk do të harronin kurrë, duke mbajtur gjallë dhe propaganduar veprën e tij. Kryesisht në mediat shqiptare ka qarkulluar një hipotezë se Aristide Kolën e kanë vrarë, se e kanë helmuar duke hedhur në ushqim një preparat me veprim të ngadalt që i shkatroi përbërësit e gjakut. Por a ka këtu ndonjë të vërtetë dhe si e argumentojnë këtë miqtë e Aristidit? Shpeshherë është hedhur një tezë se Aristidin e vran. Të them të drejtën, unë nuk jam partizani i kësaj teze, sepse nuk jam i sigurt edhe Aristidi mua personalisht nuk ma kishte thënë kur diçka të tillë, por kishim biseduar diçka tjetër, që ma kishte thënë ndoshta kishte biseduar me njerëz tjerë, më thoshte
E diti dritarë më thoshte mu edhe kryetari tjetër, kryetari përparshëm, Jorgos Marudas më duket, i lidhjes së Arvanitasve të Greqisë, ka vdekur nga njëjta smundje. Kishte një dyshim që ai e shprehte, por vdekja e Aristid Kolës ka rasti një rufe, me të vërtet një rufe tek të gjithë ata intelektual që e kuptonin veprën e tij, që e kishin njohur personalisht e që e kuptonin se çfarë gjëme po i ndodhte kauzës arvanite. Aristid Kola e ka ndjerë që atë e kanë eliminuar. Tani, ne nuk jemi në një proces gjyqësor që të bëjmë për të punë, por ai vetë e ka thënë, mos ushqeni asnjë iluzion. Mua me vran, siç kanë vrarë edhe 2 president Arvanitas të tjerë. Çështja është që ka 2 vrasje, vrasjen fizike e kanë realizuar dhe ndoshta është shumë vështirë të gjenden, se jeni në një terren ku punohet në mënyrën më të stërholluar, por ne do të bëjmë atë që vrasjen e veprës së tij të mos mund të realizojnë. Pas vdekjes së Aristid Kolës, gjithçka nis të funksionojë me hapin e një organizmi koka e të cilit është prerë. Në Greqi, pothuaj nuk publikohet asnjë lajm, ndërsa në Shqipëri më ndryshe. Me kalimin e viteve, shumë kush e njohu Aristid Kolën edhe veprën e tij. Njëkohësisht, vdekja frenoi edhe veprimtarinë e lidhjes së arvanitëve të Greqisë, si dhe aktivitetet e organizuara prej saj. Fatkeqësisht, mbas vdekjes së Aristid Kolës duhet pranuar ato sikur u fashitën. Nuk kam më atë forcë, atë pranitë të shkrimeve, të propagandës e tjera që lidhet me çështjen arvanitase. Unë nuk mund të them se kjo u shua, absolutisht jo, sepse aty është e pranishme një popullsi e tërë me origjinë dhe të kaluar nga trojet arbërore. Me siguri, nesër pas nesër do të dalin të tjerë njerëz që do të thonë të vërtetat historike, që do të ndjehen dhe vazhdojnë të ndjehen krenar për të kaluar për origjinën, për historinë e tyre. Kam parë shkrimet e fundit deri të zgjimit të disa momenteve interesante edhe të vetë ish ministrit jashtëm, Theodoros Pangalos, por si ka dhe të tjerë, që kanë kuranë të thonë të vërtetat historike, por sido që tjetë, ai intensiteti i madh, botimesh, shkrimesh, emisionesh në radio, emisionesh televizionet e tjera, që nga koha e Aristid Kolës, unë nuk shikoj. Dhe vdekjen e Aristid Kolës, shoqatja u shkriftua, nuk është prishur, ekziston. Pa e shkriftuar, i ka humbur pikisht ai dellë prej Arvaniti të fortë që e zotron të Aristid Kola. Nuk e kanë ata. Janë të flashkët, vinë shumë radhë, janë të ftohët, nuk komunikojnë, po në fakt këtu përgjësia, mendoj unë, nuk është vetëm e asaj shoqate, përgjësia është edhe institucioneve shqiptare. Do desha të thonja edhe diçka tjetër që mua më ka vrarë personalisht, më thojza, që fill pas vdekjes tij, disa njerëz u sulën, si të rritur, për të shfrytzuar gjoja në emrin e përkthimit veprave të tija, të librave të tija, për ta nxjerrë në pa veprën e tij, emrin e tij, u përpoqën që ta nxjerrin, të bëjnë përkthime pa lenë askujt. Nuk e di se sa i ka shërbyer kjo emrit të tij të mirë, apo asaj që ai ka lënë mbrapa. Nuk e di, po është e çuditshme këtu mes shqiptarëve gjithmonë kur fillojnë edhe pyeten për dikë, fillojnë e flasin për vete. Nga Aristid Kola kanë mbijetuar capak imazhe të vlefshme. Miqt janë kujdesur të përkthejnë nga greqishtja dhe të publikojnë në gjuhën shqipe disa nga punimet më kryesore, por pa mundur të realizojnë një publicitet të plotë. Për kontributin e tij për çështjen kombëtare, ai është dekoruar nga autoritetet shqiptare dhe ato të Kosovës. Një rrugë në Tiranë mban emrin e tij
si dhe një shesh në Sarand. Por të gjitha këto, vetëm fal përpjekjeve të miqve të tij shqiptar, emigrant të Brezit të Ri. Aristid Kola për këtë bante lidhje me të gjithë elementet intelektual që ishin në Athinë. Më ku e gjente? E dinte që një intelektual kishte ardhur, e takonte, fliste, bisedonte me te. Pra ai kishte shumë shpresë që edhe sikur të ndodhte në një gjë, se është e pamundur mos ta ketë menduar se mund të ndodhte në një gjë, do të kishin pikërisht këto djem intelektual që ai takonte për ditë, e që ishin një përtham e qëndrueshme, njerëz me kulturë, do të bënin që vepra e tij të mos harrohej. Dhe e vërteta është kjo, të paktën në këto 20 vjet. E vërteta është që Aristid Kola është majtur gjallë. Aristid Kola sa jetoi, zemrën e tij, mendjen e tij, të ardhurat e tij ose kapitalin e tij e vuri në shërbim të çështjes së arvanitësve, në shërbim të çështjes së shqiptarëve dhe nëpërmjet një distribucioni të madh midis Greqisë, arvanitësve dhe shqiptarëve, ai shërbeu si një idealist i madh. Aristidi i kushtoi jetën e tij. I kushtoi ndoshta dhe lidhjen e tij me familjen. I kushtoi, mund të them me plot gojen, pasurinë e tij. Ai vuri gjithçka që kishte për çështjen e shqiptarëve, të arvanitasve, edhe të studimeve të tij rreth kësaj lidhje. Unë nuk i kisha menduar domethënë se do takojmë, po duke qenë i madh krimtari, thon do të ketë edhe moshë madhe, se ti je i madh ka shumë krimtari, me një moshë kaq të re, mos tegjesh, se në forma. Sot, Aristid Kola ka lënë në adresë të çështjes kombëtare shqiptare një punë dhe një trashëgimi të shkruar që njohusit pranojnë se nuk u adin caqet. Një punë e konceptuar dhe zhvilluar në një nga periudat dhe terrenet më të vështira, më ultranacionaliste dhe më kundërshtuese për gjithçka ka lidhje me shqiptarët dhe historinë e tyre të vjetër dhe të re. Pikërisht këto rrethana e bëjnë veprën e Aristid Kolës edhe më të rëndësishme. Nga ana tjetër, shteti shqiptar, studiuesit apo edhe akademikët kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë të paditurin dhe skeptikun për të njohur dhe vënë në vendin e duhur kontributin e këtij personazhi të pabesueshëm, kontributin e një nënshtetas grek që i kushtoi gjithë jetën historisë, por edhe vetë çështjes kombëtare të shqiptarëve. Aristid Kola ja doli mban të zgjonte krenarinë e arvanitëve për të vërtetat e historisë. Ju gjend pranë emigrantëve ekonomik shqiptar dhe i ndihmoi deri edhe në përmirësimin e imazhit. U bë barriera e vetme në mediat greke në mbrojtje të drejtave të popullit kosovar gjatë konfliktit të viteve 1998-1999. Dhe për të realizuar të gjitha këto, ju desh të shkatëronte karrierën, të linte pasdore familjen edhe të shkrinte gjithë pasurinë. Ky ishte Aristid Kola, i fundmi i shqiptarëve të vjetër të Greqisë.